përshëndetje, mirë se keni ardhur ndani me rrugë, mirë se tot që bashkëpunë. Forumi është plotësuar, është i nevojshëm dhe i mjaftueshëm për fillimin e ndërmarrjes. Fjalën e nën përgjigje që bashkëpunë të lëvizjes. Mirë përshëndetje. Mirë se keni ardhur ndani me rrugë të bashkëpunë. Në mbështetje të ligjit që janë të ndonjë të smajtë veçërisë vendore linji 53.4 linji 56.2 linji 57.2 Gjermania i shtem se nga rasti i Këshillit Bashkiak Vllazën zhvillohet sot ditën e hënë në datën 27/3/2025 ora 14:00 në sallën e mbellët të Këshillit Bashkiak Vllazën Paramisisë Administrative të Fushat. Me këtë renditje. Pinga para një ditë, miratimi i procesit të bajit të mbledhjes datë 29/9/2025 si dhe informacion për këtë vend të marrë në këtë mbledhje. Pinga 2. Projekt vendim dizajni e ndihmës ekonomike nga fondi kushtezuar për muajin shtator 2025. Pinga 3. Projekt vendim dizajni në përdorim me afat vëndjeçar si përfaqës periode prej 161.8 hektar për park fotovoltaik, stacione dhe objekte për kafshë e tjerë në ekonominë periore gjatë në. Pinga 4. Projekt vendim dizajnin me përdorim me afat deri në 10 vjet si përfaqës periode prej 105.10 hektar për park fotovoltaik, stacione dhe objekte për kafshë e tjerë në ekonominë periore gjatë në. Pinga 5. Projekt vendim dizajnin me përdorim me afat deri në 10 vjet si përfaqës periode prej 88.68 hektar për park fotovoltaik, stacione dhe objekte për kafshë e tjerë në ekonominë periore gjatë në. Pinga 6. Projekt vendim për përcaktimin e vendimit numër 38 datë 24/5/2024 të Këshillit Bashkiak me certifikat punësie me numër pasurie 685 fraksion 4 zona katastrale 3506. Pinga 7. Projekt vendim mbi miratimin e ndryshimit të VKB numër 21 datë 26/8/2025 dhe VKB të marrë numër 33 datë 28/4/2023 VKB numër 80 datë 30/10/2022 për ngritjen e komisionit të strehimit. Pinga 8. Projekt vendim për pranimin të moshuarit zoti Mark Gjokrej në qendrën e përkujdesit rezidencial për të moshuarit Barbullosh. Pinga 9. Projekt vendim për pranimin e të moshuarit zoti Adrian Bajrakari në qendrën e përkujdesit rezidencial për të moshuarit Besa Barbullosh. Pinga 10. Projekt vendim për miratimin e planit të zhvillimit të turizmit 2025-2030 të Bashkisë Vllazën. Pinga 11. Projekt vendim për ndryshimin e VKB numër 43 datë 20/5/2025 për ndryshimin e VKB numër 84 datë 23/1/2024, miratimin e buxhetit të vitit 2025 dhe PPA përfundimtar 2025-2027 dhe numrin e punonjësve të Bashkisë Vllazën. Pinga 12. Projekt vendim për ndryshimin e burimit të financimit për urdhër vlerë numër 30 datë 26/1/2024 nëpërmjet ndryshimit të VKB numër 84 datë 23/1/2024 miratimin e buxhetit të vitit 2025 dhe PPA përfundimtar 2025-2027 numrin e punonjësve të Bashkisë Vllazën. Pinga 13. Raport monitorimit për periudhën janar-gusht 2025 dhe vlerësimi për situatën e gjendjes financiare janar-gusht 2025. Dhe pinga 4 diskutimi të ndryshëm. Pinga 14 diskutime të ndryshme. Ka kush në examen diskutim për anën e vitës? Ska, herën nuk kemi anën e vitës. Pro? 17 vota pro, punën s'ka, stimin s'ka, miratohet. Atëherë fillojmë me pingën e parë. Miratimi i procesit të bajit të mes datë 29/9/2025 si dhe informacion për VKB të marrë me këtë mbledhje. Dokumentacionin keni përpara, ka kush në këtë diskutim? Ka, herën nuk kemi pro. 17 vota pro, punën s'ka, stimin s'ka, miratohet. Fillojmë me pingën 2. Projekt vendim dizajni e ndihmës ekonomike nga fondi kushtezuar për muajin shtator 2025. Për këtë pikë vjen disë në relaton specialistë e ndihmës ekonomike dhe ekonomistë. Të përfitojnë ndihmën ekonomike nga fondi i kushtezuar për muajin shtator 2025, 134 familje në 426.347 lek, të 5.9% të fondit të tatë. Në të 4 bashkim banë në Deles, për muajin shtator 2025, janë shkallë të tërës 899 familje me një fond për 7.103.973 lek, po 6% shqipë të fondë është 426.400. Ka kush në pyetje diskutim për pikën 2? Ska, herën votim.
pro, 17 vota pro, kundër s'ka, abstinim s'ka, miratohet. Faleminderit. Fillojmë në pikën 3. Projekt dënim për dhënien e përdorimit me afat 12 qasti për faqes periore pajisjeje është 1.8 hektar për park fotovoltaik, stacione, objekte për katër e tjerë në ekonominë periore gjallëmëri. Për këtë pikë janë ndihmë nga relaton inxhinieri Zotit Zeçeuli. Për park fotovoltaik, në ana sektorit të kryer fotovoltaika në bashkinë e Vones, është bërë propozim pranë Këshillit Bashkiak, kjo në kuadër të zhvillimit strategjik për parqet fotovoltaike që në objektiv i shtetit shqiptar, që në shpesh të ardhur në herë pas here nga detyria pranë kryeministrisë për përcaktimin e zonave me zhvillim për parqet fotovoltaike edhe për pjesë të tjera e objekte që janë në përdorim të bashkisë. Në territorin e bashkisë Vones, ne kemi përcaktuar këtë pikë. Kjo pjesë është tras të tjerave. Kjo përfitohet edhe nga bashkia, të ardhura shtetit, të cilët është përdorin për menaxhimin e qenurit të kryeve, gjithashtu për menaxhimin e qenurit të kryeve dhe kurortave në bashkësi. Kjo sipërfaqe e përcaktuar është në ekonominë gjallë në pjesën e majës të rrasave të gjalla. Majë, në pjesën perindimore, perindimore dhe lindore të majës të rrasave të gjalla. Janë përcaktuar të gjitha detajet, komisioni i Këshillit të Bashkisë duhet të ketë pas në detyrim përpara, është majtë edhe Biljesa publike nga ana e Këshillit të Bashkisë, që këta dokumentacione janë para Këshillit të Bashkiak. Atëherë, për këtë pikë janë një ditë edhe për pikët e tjera dhe një pikë që është njoftu një dëgjes publike, është bën webin e bashkisë, një edhe me pranësisë administrative vikne. Unë dhe sekretari Këshillit kena marrë pjesë në dëgjesën publike bashkë me detyrimin e kryerës. Një pjesë banorësh e konsiderueshme që kanë marrë pjesë në dëgjesën publike kanë shprehur dakordsi për lënie. Kjo është një projekt dënim të cilët zjarrin në ankën Bashkia Vodajs, që mund të aplikojnë kushdo, kush është i interesuar për pjesë mund të apliku për të marrë në përdorim nga bashkia. Nesër kur dalin në ankën kjo projekt. Sot për momentin nuk ka një emër caktuar apo iniciativë. Mbas kësaj ka ardhur një shkresë nga disa banorë, të cilët shprehen nuk keni marrë pjesë në dëgjesën publike e tjerë, të cilët kësaj shkresë është çështje poste, është kryer përgjigje zyrtare të në banorë, kush e ka bërë shkresën, kjo çështje poste, ku të shkruaj përgjigje zyrtare mundore. Jena para këtij fakti, domethënë, pak është një pyetje, çdo gjë është konform ligjit, konform rregullave, çdo gjë është me pungurim publik nesër, nuk ka apliku kushdo. Nuk është të thonën visi i individi caktuar, mund të apliku çdo lloj banori. Por në mete të përdorshme. Ka kush me i pyetje në diskutim për pikën 3. Vamos? Helen votim. Pro. 17 vota pro. Kundër. S'ka. Abstenim. S'ka. Miratohet. Fillojmë me pikën 4.
Projekt vendimi dhënie në përdorim afat dhe leqas të përfaqës periore për 105.10 hektarë për park fotovoltaik, stacione, objekte përfaqëse të tjera në ekonominë periore gjatë ne. Edhe për këtë pikë kanë gjithë në relaton inxhinieri i qeverisë. Questa è una procedura per parasitin sono civili perché per questi percorsi priori per park fotovoltaic. Questi percorsi per incident di 15 hectare. Questa è una procedura che si percorsi ciò che il mare ciò che si trova dietro. Non muore quantità, muore, non fa più a posto, non fa più a posto, mette più a mare. Një të gjanë, shkënë ka përshqytur për vanin në përdërim. Ne i konkurim publiku, sërojë. Asë një nuk të gjithë të tjeni mund të barabarë paradigmit për marrën në kësaj që përfaqe. Kjo është një strategji e cila të të batorë edhe në bashkërim në ana e bashkisë, edhe për sigurimin tonë edhe për strategjin që ka vetë qeveria shqiptare. Edhe për këtë pikë, në më thonë shkeni, në e talë. Njëjtë të procedurë, njëjtë të procedurë, në më thonë, njëjtë të banorë në më kërkesë, kjo lloj provë që do t'jeve është në përfitim të bashkisë Vallëdajës, të cilët do të përhet në investimin e në zonë për komunitetin, me pas të ardhën në bashkia, për atë njësi administrativë. Edhe për këtë pikë në lidhë me thonë të njënë ka procedurë që janë një. Ka kush një pyti? Që për të ndihme kënë të banorë që janë atë jashtë? Përna? Të banorë që për kasë të jashtë, që për të ndihme kënë? Nuk për lidhë me këtë pjesë. Ata janë të nëpërëm shkresën janë. Lutem se mbolo mai se nuk lejo. Ajo dyqesë publike, për ku majnë në roshit, është falso. Zotni, policia kërësare, nuk lejo zotni se lejo. Falso. Sa di mirë. Ka kush e kishë në diskutim, zotni nuk lejo të shëron e gërë. Shëroj, po jemi më falso. Ka kush e kishë në diskutim. Ka të halë zotni pro? Shtatë më të vota pro, kundër, s'ka, s'kenim s'ka, në atohet. Vojnë me pikën 5. Projekt vendimi dhënë e përdorim në afat dhe leqasi përfaqës periore projektohet të 8.68 hektar për park fotovoltaik, stacione, objekte përfaqëse e tjera në ekonominë periore gjarë ne. Edhe për këtë pikë në analizë në relaton inxhinieri dhe qeveria. Në këtë pikë, një të procedurë shumë për zbatimin e rekomandimeve të qeverisë dhe të bashkisë Vallëdajës për rritjen e tarave në tonë. A përsi të më të njëjtin pozicion në vend në komitet të pulmore të ekonomisë Vallëdajës, të bashkisë, dhe të të arroza të dohet edhe komuniteti përfiton, në gjallë të punësohen në punësime të përfiton. Dhe të në bashkisë, të rritjen e tarave edhe komuniteti ka sezonit të nëse realizohet projekte. Edhe që do të jetë në konkurencë gjitha të tjera, publik, i hapur, edhe që si ka drejtën të aplikojnë, për në dispozita ligjore, që për manditi, për zërimi strategjik. Edhe për këtë pikë kam në dikë, pikën 5, njëjtë procedurës një. Kush ka në ekipin e zonë? Se procedurën është Pa, për një. Pa kush e bile gjithë? Pa, që e halën në ty, pikën 5, pra. Martin. 18 vota pro, Martin. 18 vota pro, kundër, s'ka, s'kenim s'ka, me atorë. Fillojmë me pikën 6. Projekt vendimi për plotësimin e vendimit numër 34/24 të Këshillit Bashkiak me certifikat plotësimi me numër personeli 68 për aksion kohë zona kadastrale 3506. La këtë pikë janë gjithë në relaton inxhinieri të qeverisë. Në anë Këshillit Bashkiak
cila në atë kohë nuk ka pas certifikat të plot pronësie, ka kanë aplikimin për certifikat pronësie, por nuk ka datë të aplikimin me plotësimin e certifikatës pronësie për asfitët të vëndjera të projektënim, me qëllim që të vazhdohet procedura e me tekste e kompanive publik për këtë benefic. Edhe prefektura pa shprejt në personit dokumentacioni e nevojshme me certifikatës pronësie, me qëllim që të vazhdohet procedura me tekste. Ka një pyetje? Diskutim për pyetjen 6? Ska, atëherë hallëm votim pro. 18 pro, kundër, ska, abstenim ska, miratorë. Faleminderit. Atëherë fillojmë me pyetjen 7. Projekti për miratimin e mëshimit të BKP numër 21 datë 26 septembër 2025, BKP numër 33 28/4/2023, BKP numër 88 datë 30/8/2022 për mbretjen e Komisionit të Strehimit. Për këtë pyetje në ditë në fakt zonë e Bajramallaj. Razmatrimi të pyetjes numër 21 për shtarimin social i ndryshuar, BKP numër 384, bashkëpunimi i gjashtë në Mullat, përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar shtarimin sipas të programit social të shtarimin dhe të afateve e të procedurave të miratimit nga organet e qeverisë vendore, kryen ndryshimin pjesëtarë të Komisionit të Shterimit për shkak të largimit të një antari nga detyrat funksionale në institucionin e Kosovës. Në ushtrimin e funksionit të tij, Komisioni i Shterimit trajton në mënyrë të drejtë dhe të paanshme të gjitha dorëzit e aplikantëve në programet të shterimit social. Ka një pyetje? Ska, dokumentacioni keni përpara. Atëherë hallëm votim pro. 17 vota pro, kundër ska, abstenim ska, miratorë. Faleminderit. Atëherë fillojmë me pyetjen 8. Projekti për pranimin e të mëshuarit zoti Mark Gjopin e qendrën për kujdesin presidencial për të mëshuar pjesa banorë. Për këtë pyetje në ditë në relatant Marketa Allish. Do të vinë me shina, jo të ikë lajë. O, zotina, kemi si në lamër në shina, po, zotin për ikë. Na kemo. Në kemi qarë. Mbështetja në pjesën e paraqitur pranë sektorit të shërbimit social të Bashkisë Valdez, zoti Mark Gjokaj, për shtrëngimin e tij në qendrën e të moshuarve Besa Bardullet. Ju paraqesim propozimin tonë për miratimin nga ana juaj e zotit Mark Gjokaj. Është shprehur se është pa mbështetje familjare dhe në gjendje të renduar ekonomike. Plotëson nga ana jonë gjithë kriteret ligjore dhe sociale, propozojmë miratimin e kësaj. Ka një pyetje në diskutim? Ja, në zoti familjes e pasta. Pro, 17, kundër ska, abstenim ska, miratorë. Atëherë fillojmë me pyetjen 9. Projekti për pranimin e të mëshuarit zoti Adrian Bajakari në qendrën për kujdesin presidencial për të mëshuar Besa Bardullet. Ka për këtë në ditë në relator Marketa Allish. Mbështetjen për pjesën e paraqitur sërish pranë sektorit të shërbimit social Bashkia Valdez, zoti Agran Bayraktari kërkon sistemimin në qendrën Bardullush Besa. Dhe nga ana e tij paraqesim propozimin tonë të rishikuar dhe kriteret të plotësojnë nga ana ligjore dhe sociale, propozojmë miratimin e kësaj kërkese. Ka një pyetje në diskutim? Pro. Pro. 17 pro, kundër ska, abstenim ska, miratorë. Faleminderit. Atëherë fillojmë me pyetjen 10. Projekt vendim për miratimin e planit zhvillimit të turizmit 2025-2030 të Bashkisë Valdez. Për këtë pyetje në ditë në relaton zoti Anton Tjerë. Përshëndetje, i nderuar kryetari i Këshillit zoti Aris Shina, i nderuar sekretari i Këshillit zoti Aljan Çelepie, i nderuar zëvendës kryetari i Bashkisë zoti Ispani. Të nderuar këshilltarë. Në mbështetjen e Konstitutës së Republikës së Shqipërisë, ligji numër 93/2015,
për turizmin, shënjura janë bashkitar të strategji turistike në përputhje me politikat kombëtare. Në planifikimin e zhvillimit e territorit si dhe strategjia kombëtare për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, viti 2009-2023, shohëzon bashki program detyrë lokale deri në përputhje me objektivat kombëtare të turizmit, si dhe ligji 139/2015 për të qeverisë vendore që përcakton kompetencat e bashkive për ushqim të drejtë për të hartuar dhe miratuar plane zhvillimi lokal. Si dhe për të marrë vendimin në zhvillimin ekonomik lokal për ushqim turizmit, Bashkia Vallëves ka hartuar planin e zhvillimit turistik vendor 2023-2030. Partimi i planit siguron universitetet të planifikuar të zhvillimit të turizmit me objektivat të qarta strategjike për perioden 2025-2030. Në planin konkret të ndërhyrjes të drejtit përmirësimin të ofertës turistike. Ndërhyrjen e infrastrukturore dhe shërbimet e turizmit për përmirësimin e promovimit të burimeve turistike të zonës, duke përmbushur qëllimet ligjore të bashkisë. Në hartimin e këtij plani, bashkia dhe mbështetja nga projekti financuar nga Bashkia Evropiane Vallëves një destinacion turistik nëpërmjet ekspertëve të përgjithshëm me eksperiencë të gjatë të fushë, i cili ka bashkëpunuar ngushëllisht me zyrën e turizmit në bashki dhe përmes një konsultimi të gjërat të rëndësishme që kanë nevojë të thelluar mbi turizmin dhe që duhen rëndësishme të rëndësishme për zhvillimin e tij. Partimi i planit është zhvilluar në një harkohor për 9 muaj, i cili ka lënë për të hapa. Pika parë. Studimi i dokumentave strategjike për turizmin dhe kryeja analiza. Puna për planin e zhvillimit të turizmit filloi me studimin e strategjive dhe ligjeve kombëtare për turizmin, për të hartuar në përputhje me ta. Si dhe duke strukturuar sipas kërkesave të vendit të rrjedhës të ligjit 93/2015 për turizmin. Po ashtu, u konsultua dhe plani i zhvillimit të territorit të Bashkisë Vallëves vitin 2007. Procesi vazhdoi me grumbullimin e të lënë mbi të gjitha potencialet turistike të zonës, ku analizua pikat e forta dhe të dobta dhe mundësi për të zhvilluar turizmin bazuar në konceptet dhe parimet e turizmit të qëndrueshëm, si dhe praktikat e tjera të suksesshme. Hapi 2. Konsultime me aktorë të ndryshëm të turizmit dhe mbledhja të rreth. Procesi i hartimit vazhdoi me mbledhjen e të vendave në terren, ku fushat e turizmit janë përcaktuar pas konsultimeve me rreth 10 vizita në terren ku janë organizuar takime me aktorë të ndryshëm dhe aktiv të turizmit, si ekspert, biznese, historian, agjenci turistike, organizata të shoqërisë civile dhe veprimtari aktive në fushën e turizmit. Disa anca konsultimeve që janë organizuar dhe me stafin e bashkisë, këshillet bashkëtar që kontribuan me ide për zhvillimin e turizmit. Hapi 3. Konsultimi publik. Pas përgatitjes së drasit, ai ka lënë konsultim publik dhe takime me komunitetet të organizuar në Ministrinë Administrative Hajmen në Bushat. Hapi 4. Metoda me pjesëmarrje. Hartimi i planit ka ndjekur metodën me pjesëmarrje ku të gjitha fushat prioritare të ndërhyrjes kanë qenë një produkt i konsultimeve dhe studieve të vazhdueshme me komunitetin dhe aktorë kontribues në zhvillimin e turizmit. Plani i zhvillimit të turizmit për Bashkinë Vallëves 2025-2030 përfaqëson një instrument strategjik që orienton zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në territorin e bashkisë. Plani përcakton vizonin e turizmit me objektiva konkrete dhe masa të zbatueshme. Harmonizon zhvillimin lokal me kuadrin ligjor kombëtar dhe planet hierarkike. Ofron një paketë ndërhyrjes për zhvillimin e produktit turistik, përmirësimin e infrastrukturës, mbrojtjen e mjedisit dhe nxitjen e klimës së biznesit. Përcakton rolin e zyrës së turizmit si qendër koordinuese në bashkëpunim me aktorë publik, privat dhe komunitet. Ky plan i miratuar do të shërbejë si bazë për ndërtimin e planeve ligjore, sistemin e menaxhimit të turizmit dhe mobilizimin e financimeve të mundshëm, duke orientuar të gjithë aktorët drejt një vizioni të përballë për zhvillimin e Bashkisë Vallëves. Bashkia Vallëves ka për detyrë të vazhdojë të ndjejë zhvillimin e turizmit të zonës, duke bazuar tek ky plan, si dhe të përmirësojë me të planin në drejtën e zhvillimeve të reja për të siguruar përmirësimin e kushteve ekonomike dhe sociale të komunitetit dhe të kontribuar për një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit dhe mjedisit në bashkinë tonë. Faleminderit. Po, është një pyetje në diskutim për pyetjen. Bro, Frank. Just my throat, punë s'ka. Just my throat, pro, punë s'ka, se një s'ka me ato. Fillojmë me pikën 11.
Projekt dënim për ndryshimin e VKB numër 43/29/2025 për ndryshimin e VKB numër 84/23/2024 me jetimin e buxhetit të vitit 2025 dhe të do përfundimtar 2025-2027 e numrin e pronarit të Bashkisë Zonë. Për këtë pikë të janë ditë në redaktor referenshë e zyrës financa dhe sa tanushi. Dënimi I parë nga Drejtoria e Financës vjen në lidhje me ndryshimin e VKB-s numër 83 datës të marrëdhjetë 2025. Konkretisht në verën e muajit kaluar kemi njerëtu bashkëfinancimin për rekonstruksionin e fushës së futbollit të Fushatit, atë që kena në bashkëfinancime federale në shqiptare të futbollit. Nuk do bëjmë ndryshime sa i përket fedit, nuk është as shumë financimit as bashkëfinancimi. Thjesht në dashur bëjmë disa rishpërndarje buxhetit që në duket shumë edhe në rregull konsiderisë teknikës, por nuk është as vera bashkëfinancimit edhe as bashkëpunimi. Kështu që kërkojmë hetimin sipas tabelave që gjenden të EU bashkëngjitur. Këtu janë për disa zona në zbritje për me shkojnë në favor të rekonstruksionit të fushës futbollit të Fushat. Këto zona preken për efekt sistemimit të buxhetit, për në zona që mund të jetë prapë në vitin e ardhshëm shumë rrallë pjesë të buxhetit, por nuk është pak që ne paksojmë sot, nuk do të mund të jetë vitin tjetër apo të jetë një prapë pjesë e buxhetit. Kjo është për dënimi I parë. Ka është një pyetje? Një marrë? Tabelës tu pakson, Po, për në vlerë shumë. Po, kjo nuk do të thotë që eliminojnë si zona. Ideja është që përcaktohet bashkëfinancimi, pritet transferta nga Federata Shqiptare e Futbollit, pastaj do procedurat e marrëdhënieve të tokë. Është përsëri sa më shpejt që nuk kemi për realizuar kupimin e të shoqëve në pjesë të saj. Ka është një pyetje? Har vi gått in pro? 6 vota pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratorët. Atëherë fillojmë me pyetjen dëmbar. Projekt dënim për ndryshimin e burimit të financimit në orë vlerë numër 30 datë 26/2024 nëpërmjet ndryshimit të VKB numër 84 datë 23/2024 me hartimin e buxhetit të vitit 2025 dhe të përfundimtar 2025-2027 dhe numrin e pronarit të Bashkisë Zonë. Në procesin e ditë në relatant me Atëherë, vitin e kaluar asnjë kontratë për furnizimin e ushqimeve të konditit në fund të vitit me fondet e Ministrisë Përkatëse. Zakonisht Ministria transferon një fond vjetor për ushqimet e konditit. Pavarësisht se si zonë buxhet ka kemi hapur, Ministria gjatë këtij viti nuk ka transferuar fonde. Dhe na ka njoftuar që përveç ka kaluar fati për transferimin dhe nuk mund t'i transferojmë, no? Atëherë na propozojmë që atë kontratë në inkludim në fondet tona, nuk kemi pse me lanë pa fond pa inkludime, sepse argumenti është i ushqimit bashkë me strukturën kontrata. Vlera është 629.000 lekë, pra 6.200.000 lekë të vjetra. Si na propozojmë se këtë kontratë, shpëtimin të kësaj kontrate, në që Ministria nuk e ka transferuar si fond, me likudim në fondet tona dhe mos me lanë se detyrim nga pametur në bilans bashkisë, që është ekzekutuar si kontratë. Pa është një pyetje? Diskutojmë për këtë pyetje? Po, ku I morën në këtë përmet? Ku janë, që në babo? Shiko, na si bashki, në fillim të çdo viti bëjmë një parashikim për ushqimet e konviktit. Pra, nuk është se... nga Ministria. Jo, dhe Ministria njësë një pjesë, se një pjesë e këna marrë në bashkëfinancim si bashki, nuk e njësë total vlerë. Që në do prejtë nga vlerë që këna si bashkëfinancim, nuk përja hekum një investimi apo një zonë tjetër. Dhe bashkia këtë fond, Ministria këtë fond ka pas me për 2024. Nuk e ka sjell për
çështje procedurale të saj, në të kushte kur kontrata është lirë, është ekzekutim në operatorë, sepse ushqimit janë bërë, nuk kena pse me lanë ma tepër si vlerën pa shtim, se të fundë nuk do vinë ma në ministria. Pra në të kushte, marrin masë që në nuk i duhe fondet tona. Ka është një pyetje tjetër? Herr Hallevadim, pro. 6 majtë pro, punër s'ka, sënim s'ka, në atore. Fillojmë me pikën të amat. Raportimi të përrimit për periudhën janar 2025 dhe të vlerësimi për situatën e gjendjes financiare janar 2025. Edhe për këtë pikë në gjithë, në relatat me këtë anë. Kuadrë të kërimit për raportim periodit sinësinë të disponojnë e Ministrisë Financeve, disponojnë raportin në monitorim të periudhën janar 2025. Ajo që vjen të nënvizohet është se bashkia ka një sërish mirëse për këtë ardhurave, në veçanti ka dyfishu të ardhurat nga dhënia e programeve me SRA. Po ashtu edhe përse përket realizimit të shpenzimeve në anënime sa kena parashiku, pra të shpenzime që na kena parashiku për të realizu janë realizu. Dhe një dhënë tjetër që vjen për të përmen në këtyre të ju me gjitha, është edhe zbritja e detyrimeve të fund vitit. Në fund të vitit të kaluar, detyrimet kanë qenë rreth 61 miliardë e 400.000 lekë të reja, që kanë qenë kryesisht detyrime nga mos përcjellje e fondeve nga ministri, por nuk kanë qenë detyrime të fondeve të bashkisë, po sepse kohë si ministri kanë pasur përcjell fondet si kanë përcjell. Këtë vit është realizuar përcjellja e fondeve nga ana e ministrive dhe janë likuidu detyrime. Aktualisht situata që përket detyrimit të ashtuar në bashki, na kena likuidu deri në fund të shtatëtorit, deri në fund bushit që raportojnë, janë likuidu 87% të borxhit që ka qenë në fund të 2024-shit. Sot edhe ma kërë, për edhe ma në atës përshinë, rrëth 94% e borxhit që ka qenë direkt, është likuidu. Është të regu shumë mirë, sepse bashkia periodikisht dërsohet edhe nga Ministria e Financës dhe një indikator kryesor që merret parasysh është niveli i borxhit. Edhe kjo është një indikator shumë i mirë për bashkinë, pa kush kena rezultuar. Borxhet e fundit janë parasysh. Borxhet e fundit apo borxhet? Jo, bashkia ka lënë kontrata në vite, por që mund të ketë për një shërbim apo një investim atë. Na nuk ma pas borxhetine. Po. Janë për cilë të nga njësit dhe është një kujtu. Dhe është po thuj se zero më përgjith nivelli i borxhit bashkisë nga operatorëve. Po është një pyetje tjetër? Kemi eksplicit në detajume. Po është një pyetje diskutim? Herr Hallevadim, pikën të amat? Pro? 6 majtë pro, punër, s'ka, abstenim, s'ka, njërëtore. Atje e pikë? Po. Ka marrë që shërë, të marrë propozim për stavën e kujtarit, s'na thonë për si për e Atëherë, jemi në është përcjell me shkrim, kërkesa për rishikimin e tos të korridorit, do të hymë në rishikim bashkë me buxhetin. Për vitin tjetër, nga i një janarë, sepse me hymin e tetor, me rishiku nivelin e pagave, kur do të hymë në... se po orëndojnë që shëve të në propozimin. Praktikisht, na e kena në shkrim të tesh, po, që me shkrenave dhe kritika se përkosme që do të rishikohet me buxhetin e difikisimit. Po është një pyetje tjetër? Në pyetjen e diskutimit dhe këtu bashkisë në këshillë bashkëar? Po, atje deklaroj minutën e Martin, shumë falë. Vjen për shkak të kësaj rreshtë, po siç më thënë, kemi pas një problem vërtësi por ardhina tura për ura e gjallë të drejtë në suk, që i përme përna. Ajo ka pas 20 centim pa kalu
gjatë e sipër. Dhe po kaloj, e gjallërash, e shkryt këtu, edhe e marrë namazes në të drejtë. Mendoj se bashkia është faktori kryesor që mund të bëjë kërkesa në vendinje, një diçka mund të një komision me kontroll me verifiku, ajo do të thësë në rrymje dhe në një sa më anë, sepse a mund të shkallë poshtë. A ka një probleme para la trasmutire që vjen në Egipt, por ashtu më shtratin mendimet e vizionit material. Kjo është alarmante dhe është urgjente me lërë. Po, Kam parasysh që do të Albini. Ta shkruaj këtu. Unë ka të vetë në aposësi dhe një jetë, Në rast mirë. Atë po bëjmë vendimi në grup e ndër kur do të bëjmë vendimin të rreth, edhe do i lëmërojmë se vinë atë të shkojnë edhe për ofër do jenë. ajo duhet verifikuar dhe shiknuar mirë, dhe mos na duke lënë mazor të ata Kam parasysh se na kanë bërë bushati me shkretin me një tonë. Jo, do të shkojë bushati në jetë. E kam në një rast është Ja sam možda što bo Samir. Lejonin Lučka, Paškvar i mjete që kanë blokun kanalin Pons. Dhe ka darë si për rrugës, që kishte dhe asfaltin, por edhe tani ka bërë të shkile të Varkovace. Edhe atë duhet në nërmyn, me hekti njërte të dhe hapsire. Patjetër. Do të më janë të rrën, në rrallë, se më sënë si do e marrë në dhe i marrë të sënë. Gjeno. Ka më një viti tjetër? Po, atëherë të kërëm, në 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 në